ka një përgjigje nga LDK-ja, apo ende po shqyrtohet ftesa që është bërë, dërgimi i letrës dhe ftesa që tashmë është bërë publike, që kanë pritur në zyrat e Lidhjes Demokratike të Kosovës me nënshkrimin e Albin Kurtit? Do të thot prej dje, të gjithë tani jemi duke diskutuar këtë letër që i është dërguar pra LDK-s, dhe kjo është letra e dytë, ftesa e dytë që i dërgohet LDK-s. Ftesa e parë në fakt nuk shkruante se po i ftonin për të diskutuar për koalicion, por i kishte shkruar për një takim konsultues dhe zotri Abdigjiku e refuzoi këtë, duke përsëritur që ata nuk kanë interesim të bashkëpunojnë me vetëvendosjen, kanë interesim që të bëjnë një qeveri ku kryeministër do të jetë zotri Abdigjiku dhe kanë interesim për një qeveri që do të kishte një kozgjatje pra prej 4 viteve, e ne të gjithë po e dim që kjo qeveri nëse formohet tani me numra 61, pra që është minimumi për të kaluar pragun për të bërë një qeveri, do të ketë një kozgjatje të shkurt, vetëm derisa të vijë çështja e zgjedhjes së presidentit, pra diku ka maji i vitit të ardhshëm. Kështu që në ftesën e dytë që erdhi dje, të gjithë unë jam bepasuar, të them të drejtën, pasi që nuk e kuptoj pse duhet i dërgohet përsëri ftesë një partie e cila në vazhdimsi në mënyrë shumë të qartë e ka thënë se nuk voton asnjë kandidat për kryeparlamentar pra nga radhët e vetëvendosjes. Jo vetëm Albulena Agjiun, po asnjë. Nuk është interesuar për bashkëpunim me vetëvendosjen dhe ata e shohin veten në qeveri vetëm nëse e kanë përgjegjësinë e kryeministrit. Kështu që në një farë mënyrë unë e kam lexuar këtë si një mundësi që zotri Kurti po ja jep vetës për të shfaqsuar para elektoratit, pasi që këtu tani më veç ka një irritim mjaft të madh dhe zhgënjim tek qytetarët e posaçërisht edhe tek votuesit e vet lëvizjes vetëvendosje për këtë bllokim, kështu që mendoj që është kjo një nga taktikat e zotrit Kurti për ta shpërqendruar vëmendjen nga ajo që dështimi që po i ndodh tani që tham, pra është 11 herë që dje u mbajt seanca dhe përsëri nuk u arrit asgjë, dhe mendoj që kjo është vetëm një taktik sepse besoj që edhe ai pret që do të ketë një refuzim nga LDK. Fillimisht e kam kritikuar kur u refuzua ftesa e parë sepse në parim mendoj që të shkoni të uleni në tavolinë nuk do të thotë se jeni dorëzuar, me rëndësi është substanca që e diskutoni dhe një gjë më të mirë e bëri PDK-ja, do të thotë ju përgjigj ftesës dhe pastaj doli në një konferencë për media ku tregoi që zotri Kurti nuk është serioz dhe përsëri vazhdon të mbetet pas propozimit të njëjtë. Dhe kjo është një gjë më e arsyeshme sepse qytetarët e kuptuan që zotri Kurti nuk e kishte seriozisht zgjidhjen e situatës. Kështu që tani LDK është penge fjalëve të veta që i ka thënë prej fillimit dhe kjo po besoj që nuk do t'i kthehet për të mirë, sepse elektorati që ka shkuar në vetëvendosje, atëherë me Vjosa Osmanin më shumë t'i shkojnë nga LDK. Dhe LDK në këto zgjedhje arriti të kthej diku 5% të elektoratit të vet, po një pjesë tjetër megjithatë kanë mbetur atje. Dhe sikur të kishin diskutuar, ta kishin pranuar ftesën herën e parë, të ishin përgjigjur pozitivisht, besoj që edhe këta do të tregonin që Kurti nuk është serioz dhe ajo pjesë e elektoratit që ka mbetur në vetëvendosje do ta shihte me pozitivitet LDK-n dhe me siguri që gradualisht do të ktheheshin edhe ata në radhët e votuesve të LDK-s. Po, zonja Shkodra, ka një precedent. LDK-ja ndryshe nga partitë e tjera në Kosovë, në të kaluarën ka bërë koalicione pothuajse me të gjitha partitë, me PDK-n, me AK-n e Ramush Haradinajt, me lëvizjen vetëvendosje. Pra, është kjo një domethënie që Kurti i dërgoi pikërisht këtë ftesë dhe ndryshe nga partitë e tjera, brenda LDK-s ne duhet ta pranojmë që ka politikanë, karriere dhe profesora, duke nisur që nga ish kryeministri Abdullah Hoti, pra është, apo Lutfi Azili, është një grup të cilët kanë dhe përballë grupit të ri, që është një grup që mund t'japi një zgjidhje. Po pajtohem plotësisht me ju, me konstatimet e juaja. Deri më tani LDK ka qenë e njoftur këtu në Kosovë, madje ne i drejtohemi si parti institucionaliste, e cila në vazhdimsi, kur kishte